Dalim pamjen nga festa private e Gjulit në pritje të binjakëve. Përmes detajeve në rrjetet sociale, pri ku është finalistja e Big Brother VIP Kosovani, Gjuliana Nura, ka lënë të nënktojë se rrugtimi i saj drejt mëmësisë kishte nisur kështu duke bërë realitet ëndrrën e saj më të madhe. Për këtë temë kaq delikate, ajo foli me shumë sinqeritet vitin e shkuar pikërisht në Prive pa Libertas Bahiu, ku ndohu publikisht sfidat e ndjeshme të procesit IVF. E don se Gjuli po kujdeset në maksimum që të mos e shfaq barkun e rrumbullaksuar në publik. Kjo fundjavë theu hishte me një festë tetë speciale. Ashtu si që raportoi portali Index Online, ngjarja u zhvillua larg zhurmës, në prani të një rrethi shumë të ngushtë miq e familjarësh. Ndërkohë, në disa pamje të siguruara nga Prive pa Libertas Bahiu, zbulohet një atmosferë shumë e bukur, ku pjesëmarrësit shihen të veshur tërësisht në të bardha. Ky moment privat pritet të mos mbetet i fshehur për shumë gjatë. Mësohet se gjithë festa dhe emocionet e saj do të ndahen me publikun në një format dokumentari për jetën e saj, i cili pritet ta ketë premierën shumë shpejt. Dhe tani për detajin më të përfolur. Ndonse ajo vetë ka zgjedhur të hisht për momentin, zërat që qarkullojnë thonë se Nura është në pritje të një djali dhe një vajze. Për të zbuluar detajet e plota, duket se do na duhet të presim edhe pak. Ju mos harroni. Bëni follow Prive pa Libertas Bahiu në 4 platformat tona për më shumë lajme nga të famshmit tanë dhe jo vetëm.